ku hyn vetëm prokurori gjykat. Pra këto kompetenca duhet jenë brenda të njëjtit juridiksion, brenda juridiksionit administrativ, kompetence qeverisë qendrore apo lokale, apo e bashkisë. Nuk bëhet fjalë për se realisht pastaj nga pikpamja juridike, kryeministri nuk ka një dispozitë ligjore dhe një parashikim që të pezulloj ministrin. Ose e mbron ose e shkarkon. Pra nuk ekziston as kompetenca e pezullimit nga kryeministri, kështu që nuk ka konflikt juridik fare. Kushtetuesa akoma më tepër. Është e gjitha një fluck për të zvarritur, për të shtyrë. Një fluks por që në këtë rast më ta përdor dhe kryeministri për masën për imunitetin që do presim 22 janarin. Për publikun, po i them tekstualisht, neni 45 i ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe neni 54 i ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese. Në ligjin 9000 të funksionimit të Këshillit Ministrave nuk parashikohet asnjë kompetencë kryeministrit për pezullimin e ministrit. Dhe kompetencat për emrimin dhe shkarkimin e ministrit i ka presidenti, nuk i ka kryeministri. Pra nuk ka një konflikt midis qeverisë dhe magjistraturës. E kupton sa e thjeshtë është? Por ai konflikt nuk është, po konflikt tani brenda magjistraturës vet ka zoti Myftari me faktin që gjykata e apelit do marrë dorë, sot në mos gaboj, vendimin pra apelin e Belinda Ballukut për pezullimin. Tani çfarë do vendosë ajo? Ja, shumë e bukur pyetja, sepse është prekur sistemi i brendshëm, hallkat e sistemit brendshëm juridik. Çfarë ndodh? Prandaj gjykata kushtetuese është lënë në fund të shqyrtimeve. Mbasi ti ke ezauruar çdo shkallë të gjyqësorit, duke filluar nga shkalla e parë deri në gjykatë të lartë. Aktualisht gjykata e apelit është pa objekt, nuk ka çfarë të vendosi. Po ndoshta mund ta lënë fuqi, mund të pres me artific, nuk vendos në pritje të nuk vendos dot më asgjë. Nuk vendos dot më ligjërisht nga pikpamja kushtetuese, sepse hyn në konflikt pastaj të vendimit dhe të kushtetutës. Gjykata apelit sot është pa objekt, nuk mund të vendosë asgjë, as lënien fuqi, as ndryshim. Sepse gjykata kushtetuese i ka marrë të gjitha atributet. Pra është një çështje që pritet tani çfarë do vendosë ajo. Po jo, çështja qëndron që gjykata kushtetuese duhet ishte pritur të investojë në ankim individual, mbasi kishin mbaruar të gjitha shkallët e gjyqësorit. Pra mos shkoshe direkt aty lart. Jo, shkonte drejt për drejt, sepse ti shkallët e gjyqësorit për çfarë janë, që ti të ezaurosh ankimin e brendshëm. E gjitha kjo nuk do ishim këtu, besoj nëse do ishe dorëheqja e Zoës Ballukut që në hapin e parë. Pra do ishi shmangur gjitha këto. Kjo është aspekt individual, unë flas vetëm për aspektet juridike sa të dëshironi, po për sjelljet individuale nuk më. Për aspektet juridike duhet ta kishim Komisionin e Venecias një deg në Shqipëri vetëm për interpretimet. Apo jo? Jo, nuk ka nevojë të jetë Venecia, ka nevojë apo e kërkojnë atë konfliktin me çdo kusht, artificën. Kodi i vjetër penal, por dhe kodi i ri, i 95-s, por dhe kodi që shpresojmë që do miratohet mbas rregullimeve dhe ndryshimeve, parashikojnë një dispozit, vendimi haptazi i padrejtë. Kur ti nuk ke as legjitimitet aktiv, as legjitimitet pasiv, as objekt. Është vendim haptazi i padrejtë, më gjykata kushtetuese nuk ka në objekt pezullimin e vendimit të pezullimit, ose pezullimin e një vendimi gjyqësor. Është një nocion juridik që nuk ekziston, pezullimi i vendimit gjyqësor. Nuk ekziston më juridikisht, është nuk di si të ta sqaroj. Nuk është as në abstrakt, nuk ekziston më fare, është nonsens juridik. Nuk mund të pezullohet një vendim gjyqësor. Vendimi gjyqësor i nënshtrohet shkallëve të ankimit dhe shqyrtimit me shfuqizim, ndryshim ose lënien fuqi, kaq e thjeshtë është. Profesor, për drejtësinë, mendoni që duhet mjaftohet vetëm me dënimet, po lekët ku vajten? Shiko, ka disa aspekte shumë interesante kodi i ri penal, nuk është problem ku vajten lekët, sepse ato lekë nuk i gëzon dot. Po, nëse do dënohesh për kaq miliona për 2 vite burg,
Duket sikur po e legjitimon këtë, po bëj vite burg edhe ja që ta sqarojmë dhe publikun, çfarë do bësh me ato lekë? Çdo 5000 lekë që do prishësh do jesh i mbikëqyrur. Dhe çdo 5000 lekë që ti nuk do arrish ta justifikosh, do shkosh për veprën penale të pastrimit produkteve të veprës penale, që është vepra penale më e rëndë dhe do i qyesh edhe një herë ato ditë të burgut. Jo më me 2 vjet, po me 15 vjet. Nuk ke çai bën ato para, do jetosh në jetën normale, nuk ja vlen sakrifica. Do jetosh jetën normale siç jetoje përpara se ti kishe. Sepse çdo qindark që ti do shpenzosh, do jesh i mbikëqyrur nga pastrimi, drejtoria e pastrimit të parave, nga prokuroria e posaçme, prokuroritë e rreteve dhe të gjitha me radhë. Çdo qindark do të kontrollohet. Dhe nëse ti nuk do kesh burim të ardhurash për ato shpenzime, do jesh në kuadër të konsumimit të veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Nuk është kollaj ti shpëtosh përgjegjësisë penale, është një utopi, një budallallëk i njerëzve me nivel me intelekt shumë të ulët, është e pamundur ti shpëtosh përgjegjësisë penale. Po, kohët e fundit duket sikur po legitimohet kjo që shiko, po firmos kaq, për kaq, po vete kaq vite burg, po dal se kemi parë shembuj plot që bëjnë. Po prit ato janë afatet procedurale, bëjnë një vit 2-3, ul këtej ul andej, përfitoj gjykim shkurtuar. Ja, po të marr rastin e viteve 90 në Itali, Tangentopoli e famshëm ose Manipulite. Të gjithë zyrtarët që u dënuan në vitin 90, u ridënuan 92-shin, u ridënuan 94-rin, akoma sot janë burgjeve. S'po i hyn sepse çdo ditë i dilte një fakt i ri. Ai mund të dilte për një periudhë një mujore sepse i mbaronin afatet, por dilte një fakt tjetër, dilte një provë tjetër. Nuk justifikonin dot pasurinë, nuk është e pamundur ti shpëtosh përgjegjësisë penale. Në qoftë se i ke kryer ato veprimet kundërligjshme, do e shlyesh dënimin. Ti je i sigurt për këtë, në mos sot nesër. Në qoftë se kodi do avancoj dhe me mos parashkrimin e veprës penale të pastrimit produkteve, do jetë e pamundur, nuk do i gëzoj dot askush. Edhe familjarët e familjarëve do i thonë ku i gjete. Profesor, ma bëra këtë pyetje sepse parimi është që po përdorin këta, pra prokuroria është edhe ai që ndiq paran, po ndjekin procedurat, po s'po gjejnë paran, prandaj ju a bëra. Po jo, shiko, nuk është aq kollaj, zoti Balla, tash se krimi i akave të bardha ka një problematik caktuar, nuk zbardhet çdo gjë brenda ditës, më duan kohën e vet, duan afatet e veta gjërat. Duan afatet e veta, po ndoshta mos është momenti për ju, ka vend për ta riparë reformën drejtësisë janë 10 vite. Ku mund të jetë? Çfarë ndodh njerëzve? E duan efektin imediat. Edhe aspirina nuk e jepa efektin imediat. Do një 2-3 orë që të marrë efekt. Dhe ndjekja penale nuk mund ta sjelli përmirësimin e efektin nesër. Pra sot u komunikua akuza, nesër ti kthesh shtetit paratë e vjedhura, por nuk funksionon ashtu, është e pamundur. Edhe një provim për të korrigjuar do 2 ditë. Duke marrë parasysh sa student janë e sa njëri e ka shkrimin më të mirë e tjetri e ka më të keq. T'i japim një çik kohë, se nuk mund të ushtrohet presioni i tillë në publik që ku janë parat, ta vodhen parat, jo po bën nga 2 vite burg, po më bën. Nesër sa të dalë një provë tjetër do i rikthehen 2 vite të tjera. Doli një provë për mungesë burimi në kuadër të ardhurave financiare, do t'i shtohet një vepër tjetër, nuk mbaron më ajo punë, po t'u regjistrua emri një herë në regjistër. Për këto vepra penale i ke njollë gjithë jetën, është si te filmi Dora e ngrohtë. Profesor, ka vend për t'u riparë pas 10 viteve reforma drejtësi? Pa diskutim që ndryshimet sjellin zhvillime dhe duhet të updatehen, të sinkronizohen parashikimet ligjore. Po, sepse ju jeni kënaqur me atë që është arritur deri tani, se deri tani vetëm Spaku duket, pra kur flasim për drejtësinë Spakun, po gjykatat e tjera stoku vazhdon, problemet janë në të njëjtin nivel si prokuroria, si gjykata e posaçme. Janë në të njëjtin nivel, se të njëjtin shkollë kanë mbaruar, ore. Magjistrat më janë si ata të Rrethit, si ata të Spakut, ata të Spakut nuk kanë ardhur nga Harvardi, as nga Oxfordi. Në të njëjtën shkollë janë diplomuar, në të njëjtat klasa kanë qenë, dikush ka ecur në karrierë, diku tjetër, por nga pikpamja e formimit profesional janë të njëjtë. Nga pikpamja e integritetit janë të njëjtë.
Çfarë duhet kemi parasysh? Ne jemi vend ballkanik dhe ne jemi shumë i tërhequr ose i dhënë në kuptim të dëshirës dhe manisë të pushtetit të më të fortit. Aktualisht simboli i pushtetit në vendin tonë është prokuroria e posaçme, po para viteve 10 ka qenë sigurimi i shtetit, pra të gjithë i kishin sy te sigurimi i shtetit. Ai ishte simboli i pushtetit. Aktualisht është për shkak të ngjarjeve, për shkak të rrethanave, simboli është prokuroria e posaçme dhe të gjithë i kanë syt aty, i kanë pritshmërit aty. Fillon e kthehet dhe në një psikozë pastaj kjo sociale, kjo puna e ndjekjes penale, sidomos social mjetet e komunikimit. Por shumë dosje në prokurorinë e posaçme kalojnë me veprime procedurale të ezauruara nga prokuroritë e rrethit. Për shembull, gjithë ngjarjet e Shkodrës janë zbardhur në Shkodër, ngjarjet e Elbasanit janë zbardhur në Elbasan. Kanë kaluar prokurorinë e posaçme për mungesë kompetence për shkak se klasifikoheshin si grup i strukturuar. Po i kanë shkuar të gatshme, nuk është se i ka bërë prokuroria e posaçme. Është edhe 184 që u çuan dipër, por u mbyll aty. Po tani nuk mund t'i paragjykojmë tash të flas atë që kam dëgjuar në media, po akte procedurale nuk kam parë që të them çfarë ka ndodhur. Profesor, edhe diçka të fundit kam. A e paraqet nivelin realisht të prokurorëve qeveria e këtyre, pra KLP-ja, me nivelin e pyetjeve që u bëri kandidatëve për në SPAK? Dy antar i njoh shumë mirë, një pedagog i së drejtës kushtetuese që është nga juristët më profesionistë me profil kushtetues, nga juristët më profesionistë që kanë pas fatin të njoh në karrierën time dhe një prokuror i prokurorisë përgjithshme. Pjesa tjetër nuk kanë atë profil. Pra që të qeverisësh drejtësinë, ti të paktën duhet të kesh një profil juridik që i përshtatet atij lloj kontrolli. Që do të thotë antarët e KLP-s minimumi duhet njohin ligjin procedurial dhe ligjin material penal, pra të njohin kodin penal dhe kodin e procedurës penale, se si do e ushtrojnë veprimtarinë nëse nuk e njohin. KLP-ja si organ i qeverisjes në drejtësi ka për detyrë emërimin, promovimin, transferimin e prokurorëve, i cili bëhet nëpërmjet dosjeve dhe hetimeve që këta kanë kryer, nëse ti nuk di të lexosh një dosje që t'ja thashtësoj publikut. Një mjek kardiokhirurg dhe një neurokirurg, të dy kirurg janë ore, po zemra dhe truri ndryshojnë, nuk janë organe të njëjtë. Të dy me bisturi, të dy të diplomuar, por një jurist që është marrë gjithë jetën me shoqëri civile, nuk mundet të kuptoj punën e organit të akuzës, nuk e percepton dot si zhvillohet. Sepse është marrë me mjedisin dhe shumë e mirë që është marrë me shoqërinë civile, me të drejtat e njeriut, pra ti nuk e kupton problematikën dhe nevojën për mbështetje dhe nevojën për ndryshim që kanë këta magjistratë dhe këta funksionarë shtetëror. Profesor, falenderoj shumë, si gjithmonë biseda me ju është gjithmonë kënaqësi për gjitha argumentat dhe gjithmonë për të reja përrisit në argumentet e tuaja. Falenderoj, në dispozicion. Faleminderit ju, gjithë të mirat.